Pra ju merrni pension në Greqi, apo jo? Si ka mundësi? Ju pagoni detyrime njësoj si greku, apo jo? Po. Dhe mbajni peng rrogë. Dhe unë, me që jam, pavarësisht se jam në rregull në të gjitha ligjet e shtetit grek, nuk kam asnjë shkelje, nuk kam asnjë borxh ndaj shtetit grek, unë nuk kam leje për të lëvizur i pavarur atje ku dua unë dhe jo vetëm në Shqipëri, sepse vajtja në Shqipëri nuk ka lindur, as ka për të lindur njeri që të më mohoj mua të drejtën për të vajt të shoh varret e prindërve, të shoh vendin tim, të shoh dhe të takoj shokët dhe miqtë e mi. Prandaj unë bëj pyetjen, veç kësaj që unë i kam fëmijët me pasaporta greke të dy, me shkollë të lartë marruar në Greqi. Tani kanë dhe pasaporta gjermane, pra pasaporta të dy shteteve evropiane. Që duhet të bëj tjetër unë që marr edhe pension këtu, i kam plotësuar të gjitha detyrimet, jam në moshën 71 vjeçare dhe që duhet të bëj tjetër unë dhe shokët e mi, sepse nuk jam i vetëm në këtë problem, në këtë shqetësim, për të udhëtuar të lirë në çdo vend të Evropës që na lind problemi, qefi apo halli. Unë i bëj thirrje dhe qeverisë shqiptare, mos e kenë mendjen vetëm të xhepat e vet për të shtuar parat. Mos e kenë mendjen për shtuar vilat. Po, të shikojnë, sepse jemi forcë e madhe, japim votën për këdo që të vinë fuqi, japim votën që të na shikojnë ne, të bëjë diçka për ne, të interesohet sepse jemi pjesë integrale e shtetit shqiptar. Nuk jemi të njerëz, jemi të nënës Shqipëri, jemi të një vendi të bukur, të begat, me njerëz punëtor, të ndershëm, të sakrificës, me njerëz që nuk kanë sjellë shqetësime, e them relativisht sepse ka, domethënë nuk ka pyll pa derra kur i thon fjalës, por megjithatë shumica e shqiptarëve që punojnë në gjitha vendet e botës janë bërë biznesmen, afarist, njerëz me prestigj, njerëz me të ardhra që i kanë marrë me punë të ndershme, me sakrificë, dhe qeveria shqiptare nuk shikon fare nga hallet tona, nga shqetësimet tona, nga problemet tona. Po kështu dhe qeveria greke, në cilin vend të botës të rrish 30 vjet dhe të mos kesh të drejtën as në Vortën e Sipër, as në Burkina Faso, nuk besoj se do të ndodhi një gjë e tillë që të rrish 30 vjet në Burkina Faso apo në Nicaragua dhe të mos kesh të drejtë pas 30 vjetësh që të vesh takosh fëmijët tuaj në një shtet tjetër të kontinentit tënd. Më duket absurde ose të thjesht si puna ime dhe bashkëdhëtarëve të mi që kemi punuar me djersën e ballit, kemi krijuar një farë stadi normal jetese, kemi shkolluar dhe fëmijët dhe tani presim që të vëm të takojnë fëmijët sa herë të duam dhe kur të duam. Më duket sepse të dyja qeverit neve na kanë si një punë kështu pa bereqet, një punë që nuk ngrepesh në politikën e qeverisë shqiptare dhe në politikën e qeverisë greke. Më duket duhet të bëj thirrje që të ngrihemi të gjithë, ne që kemi nevojë dhe ata që janë siguruar me letra sepse kanë marrë pasaporte në një mënyrë apo në një tjetër, në mbështesin njëri tjetrin që në fundit edhe qeveria greke ta marrë vesh se këtu ka një komunitet të fuqishëm shqiptar, një komunitet që dallohet për dershmëri, për sakrificë, për punë, por duhet dallohet edhe në këtë drejtim që të ngrihet dhe të bëj kërkesën e legjitime. Është kërkesë që nuk kushton, është kërkesë brenda logjikës, nuk është kërkesë e palogjikshme, sepse kemi kaq vite që luftojmë robitemi, përpiqemi për të ndërtuar jetën tonë, por njëkohësisht duke punuar për veten tonë, kemi punuar edhe për shtetin grek. Kemi mbajtur gjallë shkollat greke, kemi mbajtur gjallë bujqësinë greke, kemi mbajtur gjallë siguracionet e Greqisë dhe të gjitha të tjerat. Ne jemi një forcë e madhe që punoj djersitemi, por ama veç detyrime duhet kemi edhe të drejta. Dhe këto të drejta duhet të plotësohen. Bujar, mos i bita volisë të më dhe jo. Zoti Bujar, kemi një rast tjetër me sa dini ju? Po, në atë komenti që bëra në
Facebook, më tha dhe një ishtë nxënësja ime, dhe unë tha mësuesva, nuk vajta dot në Danimark tek fëmijët e mi, dhe u takuam në Vlarë. Po kështu më tha dhe një tjetër, ishtë nxënësi im në Selanik, dhe unë mësuesva nuk vete dot të shoh çunin tim në Itali. Pra, në të 4 anët e Greqisë ka njerëz që janë të privuar nga momenti fatlum për të takuar fëmijët e tyre pas kaq vitesh, apo nipër e mbesa që nuk i kanë pa. Pra, është një diçka tepër e dhimbshme, një diçka tepër shqetësuese, një diçka që për mendimin tim nuk ka logjik njerëzore në të 4 cepat e botës që ta motivoj dhe ta logjikoj dhe të thotë që po, ti bujar dhe bashkëdhetarët e tu nuk keni të drejtë. Pse më mohohet e drejta pas 30 vjetësh të vete unë atje ku dua, atje ku kam punë, pa e prishur interesat as shtetit grek, as shtetit shqiptar, as shtetit atje ku vete, sepse unë jam brenda rregullave, brenda ligjeve dhe domosdoshmë që duke plotësuar, duke zbatuar rregullat e shtetit ku jam dhe shtetit ku do shkoj, unë jam njeri i mirë pritur, sepse unë nuk po vete për allishverishe, për tregti, për drogë, unë po vete për takuar fëmijët e mi, për takuar nipin tim, për takuar shokët dhe miqtë e mi, kudo që jam, dhe të kthehem përsëri, sepse këtu kam shtëpinë, kam 30 vjet, marr pensionin dhe jam i kënaqur me këto që kam, por mungesa e lejes është një shqetësim tepër i madh për mua dhe për shokët e mi. Zoti Bujar, kur e keni bërë kërkesën për lejen e qëndrimit? Kërkesën për lejen e qëndrimit e kam bërë më 8 janar 2024 me avokat, kam paguar paravolën 150 euro, kam paguar dhe avokatin 150 euro dhe gishtat i kam vënë më 24 shtator. Vjen shtatori mbush 1 vit, vjen janari mbush 2 vjet që unë kam bërë kërkesën dhe leja s'pa e marr. Shtrohet pyetja, deri kur? Ka mundësi, dikur e ka marrë lejen edhe të s'ka duar. Dhe i thash avokatit, çe duat? Merre më tha se duhet për radhën tjetër. Një leje s'ka duar, nuk i bën punë asnjëri. Nuk është shumë e vështirë për të dhënë një cop karton që të lëvizin të lirë. Nuk dua pasaport. Dua leje që të kem mundësi të vetë. Një leje 10 vjeçare që të kem mundësi të vetë ku dua, pa shqetësim, jo të vetëm unë 71 vjeç, të paguaj biletën dhe të kthehem përsëri në shtëpinë time, i traumatizuar, i shqetësuar, i revoltuar, por me këtë revoltohesh. Në qoftë se ne nuk ngrihemi, atëherë gjendja do vazhdoj e tillë. Prandaj unë u bëj thirrje bashkëdhetarëve të mi që ta shikojnë, ta shoqërisin mirë të problem, sepse nuk është problem i vogël. Mos kesh të drejtë të vesh takosh fëmijët tuaj pas 3 vjetësh, unë i kam takuar fëmijët e mi që kur vdiq gruaja para 3 vjetësh. Është turp, është sakrileg, është një diçka e paimagjinueshme, është e pamoralshme që një prind i vetëm mos vetë takoj dot fëmijët e tij pas kaq vitesh. Flasim për një emigrant që ka 30 vjet në Greqi, i ligjshëm, që merr sot pension dhe nuk mund të dalë dot nga Greqia. Pse ndodh kjo, zoti Bujar? Kjo ndodh se shteti shqiptar dhe shteti grek nuk kanë një marrëveshje, një kontratë që në përputhje me ligjet e 2 shteteve, pa cënuar të drejtat themelore të njerëzve, të jepet leje afatgjatë. Ai që ka të drejtën sipas ligjeve në fuqi të marrë pasaport, ai që nuk e ka të drejtë, nuk arrin që t'i plotësoj kushtet për të marrë pasaport, marrë një leje 10 vjeçare. Ose qoftë edhe 3 vjeçare, por leje që ka të brenda të drejtën për të udhëtuar pa shqetësim në vendet e Bashkimit Evropian. Bujar, faleminderit. Faleminderit juve dhe besoj që dikush ta dëgjoj këtë intervistë, sepse nuk është për 1, për 2, për 10, por është për mira dhe qindra mira bashkëdhetarë që ndodhen në të gjitha cepat e Greqisë. Faleminderit.